Edhe këtu kam përshtypjen që pak përpara fol për parimin. Ndërkohë, unë e vrej se nuk ka parim në diskurs publik. Pse? Po mos t'ishte shkarkuat, jesh I bindur ti që sante do diskutohej krejt ndryshe. Madje do të qortohej kryeministri, ndashi thuani në detyrë, ndashi në ardhje si doni s'prish punë. Po, ndashi në dërgim. Pra, do të qortohej në mënyrën më të ashpër të mundshme. Ndërkaq, një deklaratë e tij, e doktorit e Arber Vokrit, ishte në fakt pasqyrim I një naiviteti politik ekstrem. Në ditën jo të duhur, një deklaratë jo e duhur. Të vjen ty një diplomate kryesore e Evropës, dhe ti qosh e flet kundër pikërisht BE-s, respektivisht ish dërguarit ti e tjerë. Edhe nëse ka qenë ashtu, ajnë si zëvendës minister nuk do të duhej deklarohej. A është raport që flasi kundër BE-s. Dhe, shiko, gjuhë tjetër ka qenë. Gjuhë tjetër ka qenë. Edhe gjuhë tjetër ka qenë. Me I thonë sekretari Blinken naiv gjuhë tjetër. Ju, sonte nuk ja treguat e bët hera Arbrin. Une jo, ka herë. Jo, me që ato fotografia atje, nuk ka ferë me folë sonte kundër Arbrit ti, kur e ke njoftë Arbrin që 15 vjetë. Mos I u shkarku, po fletë kundër ti. Jo, unë kam shkruar ma gjithë. Deklarata e ti në raport me Palestinën, edhe me Izraelin, edhe me botën e lindjes, unë e kisha shkarku atëherë. Edhe kam shkru për këtë punë. Ndërkaq, sot... Zotëri Ramapaja, mu I me gjithë? Kur? Jo, ka qenë private. A, private, jo. Kam shkru se duhet shkarkohet për këtë deklaratë. Ajo deklaratë e ti publike. Ti po dhura Ramapaj që o dashtë mu shkarku mamati. Atëherë kur ai ka pas deklarime skandaloze në raport me çështje ideologjike që nuk na shpjejnë drejt Evropës, po drejt lindjes. Dhe është kursyës si rezultat I faktit se ka qenë aktivist I vjetër dhe është nuk ka pas mundësit kursehet në këtë situatë kur de facto ne po duhem që shikoni, ju ka një herë, a jeni bre me Arushën a me Kosovën? Arushën? Po. Qëtu është problemi. Gjithë ka kundër Kosovës? Po. Qëse ne duhem të shkojmë drejt Brukselit. Nuk flitet kundër diplomatit kryesor. Flitet. E kur po thu që ka deklaru pro lindjes atje, pse asë është atër kundër përëndimit, apse së shkarku atër? Atër s'ka pas pozicione. S'ka pas pozicione, ka dujtë përjashtu për lëvizjes. Unë e kisha përjashtu. Aha, ti e kisha përjashtu. Po jo se kjo është me dy standarde atër. Jo, nuk është dy standarde. Po qysh është? A I njëti person është? Si ka ndryshu qëndrimet, si politikisht I pregaditur për me qenë pozitat zëvendës ministrit. Si aktivist, është e drejt e ti të mendoj ashtu, si që ka thonë atëherë. Por jo më në thonë që shqiptarët janë predisponuar që ta përcjellin ideologjinë islame drejt Evropës. Përjashton asamblejës, qysh jo? Si nuk I shkon për shtatje përjashton? Qysh? Po, në rast se bjen desh me ligjin e kanë përjashtuar. Nëse bjen desh me ligjin, jo. Që djalin në Tiranë. Jo, jetës për ligjin, po vetë si nuk I përshtatet politikës, vetë e përjashton për x arsye. Unë nuk di që është përjashtu dikush që se si përshtatet diçka. Ajo. Nëse ka ranë desh me statutin, me programin, me ligjin, ç'është tjetër. Nuk e di. Po na pi 2006 shkarkojmë jashtë. Ju kur keni qenë de facto një pjesë aty, edhe keni vujt me shkarku. Visorio, Unë e kam shkarkuar. Ndaj Arber Ahmetit. Jo, Sokon Albini, këto. Jo, një